Përshëndetje Hoxh, doja të pyesja, ujë varësh, është për me bo keq, a me bo mirë? Zoti të ruajt. Përshëndetje, amin, Allahu ju rujt edhe ju, është për me bo keq. Magjia nuk ka hajër prej saj. Magjia e tërë është e keqe. Allahu na ruajt prej magjisë dhe magjistarëve. Magjistarët janë keqdashës. Pa marrë parasysh se ata thonë jo, e bëjnë magji të bardhë, magji të zezë. Magjia është e tëra e keqe. Allahu na ruajt prej magjistarëve. Magjia është një ndër mëkatet më të mëdha. Kush shkon tek një magjistar, tek një fallxhor dhe i beson atij, ka mohuar atë çfarë i ka zbritur Muhamedit alayhis salam. Është çështje e rrezikshme. Njeriu nuk duhet lidhet me krijesat, por me krijuesin e gjithësisë. Besimtari mbrojtjen e kërkon prej Zotit gjithësisë. Shërimin e kërkon prej Allahut të lartësuar. Nuk të shëron as hoxha, as magjistari, as guri, as druri. Ai që të shëron është Zoti i gjithësisë. Ai që të ruan dhe të mbron është Allahu i lartësuar. Lexo Kur'an, lexoj ajetin Kursi, lexoj 3 suret e fundit Kur'anit. Kur'ani është i thjeshtë. Zoti i gjithësisë ka zbrit Kur'anin si shërim për besimtarët. Prandaj, larg magjistarëve, larg magjisë.